Nga Bashkimi Evropian po bëhet thirrje vazhdimisht për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi dhe normalizimin e marrëdhënieve nëpërmjet dy vendeve. Për këtë çështje mendon se do të flas nesër dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, e cila do të qëndrojë në Kosovë. Pas Kosovës, zyrtarja evropiane do të vizitojë dhe Serbinë. Në Kosovë ajo pritet të takojë përfaqësues të partive politike, si dhe shoqërinë civile. Për presionet e BE-s ndaj Kosovës, ka folur në një prononcim profesori universitar Ershef Ymeri. Ai ka thënë se BE-ja tashmë e ka dëshmuar se qëndron në anën e Serbisë. Mos u avini veshin ndërtëdhjetjeve të Bashkimit Evropian, i cili ka treguar me fakte se qëndron tërësisht në anën e Serbisë fashiste, kundër interesave jetësore të Republikës së Dardanisë. Si shqiptar si dashamirë si popullit Vllaz Dardan, në një analizë me titull Kujt i hyn në punë dialogu me Serbinë, të botuar më shumë se 4 vjet më parë, ja se çfarë pa ta theksuar më shumë. Dialogu me Serbinë që pati zhvilluar Kasa e Bandës së Thaçit e meriton të hidhet poshtë kryekput, se së pari ka qenë tërësisht kundër interesave jetike të vendit, aq më tepër që ajo bandë tradhëtare jo vetëm që nuk pati menduar kurrë për të ngritur padi kundër Serbisë, por pati pranuar madje që të krijojë Bashkësia e Komunave Serbe, e cila në të vërtetë do të ishte një republikë serbe, si një shtet brenda shtetit, dhe që gjykata kushtetuese me shumë të drejtë e pati hedhur poshtë krijimin e kësaj bashkësie. Së dyti, dialogu dinjetoz me Serbinë në këndvështrimin tim mund të fillojë vetëm pas plotësimit të 3 kushteve themelore, ka vlerësuar ai. Profesori Ymeri numëron kushtet që sipas tij, pa këto nuk duhet të vazhdojë dialogu me Serbinë. Ai thot tujte se pa plotësimin e këtyre kushteve, rifillimi dhe vazhdimi i dialogut me Serbinë është vetposhtërimi i Republikës së Dardanisë, një vetposhtërim ky, tek të cilat Kasa e Bandës së Thaçit i dha një status të veçantë. Vetposhtërimi i Republikës së Dardanisë nuk mund të vazhdojë më, duke zhvilluar dialog me një shtet agresor që e ka fyer dhe e ka në këmbë rënd një popull të tërë, jo vetëm me gjenocidin e egër që ushtroi dhe me shkatrimet e përmasave masive që kreu, por dhe me përdhunimin e 20.000 femrave shqiptare.